podcastit ton flasim si fëmijë. Unë jam Asja, nxënëse e shkollës Beslida dhe jam shumë e apasionuar pas shkencave dhe gjuhëve. Gjithashtu më pëlqen të luaj edhe violin, por shpesh mendoj edhe për diçka që ndoshta s'e kam jetuar kurrë, për fëmijën e prindërve të mi. Ata kanë lindur e janë rritur në fshat, mes fushave, pyjeve, ajrit të pastër. Unë jam rritur në pallat, në qytet, mes mureve të betonit, mes zhurmave të makinave, edhe shpesh ndjem mall për jetën e fshatit, diçka që s'e jetova kurrë. Në këtë episod kam kënaqësinë të bisedoj me një djalë shumë të veçantë, Eris Gjonaj. Ai është vetëm 12 vjeç dhe vjen nga Shënkolli, një nga zonat më të mëdha rurale të qytetit Lezhës. Por ajo që e bën Erisin të veçantë është se ai nuk ju ka vënë kufi ëndrave të tij. Pasioneti për aktrimin e ka çuar drejt skenës, baletit, filmit dhe konkurseve kombëtare të talentit. Ai ka luajtur tashmë në filmin Magjia ndodh kur jemi bashkë dhe është përzgjedhur për finalen e madhe të Bravo Bravissimo që do të mbahet në dhjetor. Për të njohur më mirë Erisin dhe për të mësuar se si është të rritesh në një zonë rurale, duke ndjekur ëndrat artistike, kam përgatitur një grup pyetjesh që do të na çojnë në një udhëtim të bukur me ta. Eris, mirë se erdhe në Flasim si fëmijë. A mund na tregosh pak për veten? Përshëndetje, mirë se u gjeta. Unë jam Eris Gjonaj dhe vi nga Shënkolli. Shkolla ime është ndër shkollat më të mira që më ka arritur që të shkoj deri këtu ku jam. Nga cila shkollë vjen? Unë vi nga shkolla e mesme e bashkuar Leshnik Daka. Si është rritesh në një vend si Shënkolli? Çfarë të pëlqen më shumë atje? Të rritesh në vend si Shënkolli është shumë i mirë, sepse ka fushën e topit, ka barin e gjelbër dhe ka shumë kafsh shumë të mira dhe mund të ketë disa kafsh të egra. Po të gjëra që nuk të pëlqejnë, a ka? Po, janë transporti, nuk ka vende ku mund shkojnë për të aktivizuar më shumë aktrimin, baletin e kështu gjëra. Unë jam rritur në qytet dhe shpesh ndjem sikur më mungon ajri i pasur ose hapësirat e gjelbra. Ndjesh me fat që je rritur në Shënkoll? Po, ndjem shumë me fat, jo vetëm prej këtyre gjërave, por edhe prej njerëzve që janë shumë të kulturuar. Si zbulove pasionin tënd për aktrimin? Pasionin tim për aktrimin e kam zbuluar që 3 vjeç kur kam recituar për poezinë e një qershorit përpara mamave dhe ato më pritën me gëzim dhe me dashuri. Kisha pak emocion në fillim, po nuk e pata problem fare. A mund të recitosh diçka tani? Ka dali thamër posh. Ma ka dali thamër posh. Mos ma thuj 2 herë njat fjalë se për dije për një man, të bojt që të kjoj e zeza non. Të bojt që të kjoj tha, ban kjo non. Se në Shqipni ka djemë si zona, që për mbret e trojet veta, s'ju dhimset as gja, as jeta. A kujton se për 10 parit, s'din me vdek bite kastriotit? A kujton se ndomartë shqiptarit, zvlon majt gjak që ka vlu e motit? E mësoni fmit, tha, për mas sodit, mos lakmojnë tokën e kastriotit, se shtret ka me ura, she, besa e zotit. A e mban me në rolin tënd të parë në skenë? Po, e mbaj shumë mirë. Kam luajtur teatr, kam luajtur televizorin dhe Rozafatin. Tek Rozafati kam qenë vëllai i vogël, kurse tek televizori kam qenë babai. Tek Rozafati kam pasur rolin më kryesor. Kam pasur vëllain e vogël që kisha me majt besën dhe e majta deri në fund. Kurse tek babai ishim duke u zënë se kush do shikonte televizor dhe në fund fitoi komshiu. Si ndihesh kur interpreton para publikut? Kur interpretoj përpara publikut, ndihem shumë emocion, ndonjëherë me kapin emocionet dhe harroj tekstin. Duket event i bukur, po në fund gjithmonë marr atë që dua. Marr ose ndonjë çmim ose duar trekitjen nga publiku se ajo është më e rëndësishmja nga të gjitha. Si është jeta jote e përditshme në shkollë? Jeta ime e përditshme në shkollë është mirë. Ndonjëherë mund të kem të shara nga shokët. Varet mund të kem shumë të këqija, bullizime, çështo gjanash. Një pjesë nuk më dham shpirt, është kur bullizojnë për konkurset se shkojë, për që të bullizojnë shumë. Them të drejtën edhe unë realisht kam pasur shumë problem, po marrim rastin e podcastit ta filloj pasi edhe unë këtë frikë kisha bullizimi, po realisht unë mendoj, të paktën edhe nga çfarë më kanë thënë, ndoshta më të rritur se mosha jon si na të kuptu mirë se çfarë po bëjmë,
Po, mendoj që nuk do të heqësh dorë nga talentet e tua, nga pasioni tua, të thonë çfarë të duan të tjerë. Së fundja kemi dalë ti më mirë se të tjerë në të ardhmen, kemi pas të një talent, një jetë të mirë, një mënyrë se organizimit të mrekullueshme dhe vazhdo të marrësh pjesë, mendoj, në aktivitete, në konkurse, në gjithçka. Po jashtë shkollës, si e organizon kohën? Jashtë shkolle unë e organizoj kohën e lirë se merrem një herë me detyrat e shtëpisë edhe me mësimet, kurse masanej shkoj dhe luaj, kurse çka na ka ngelur në fund, ndihmoj mamin për të bërë punët e shtëpisë, ndonjëherë gatuaj unë darkën ose drekën. A ndihesh ndonjëherë ngarkuar mes mësimeve, pasioneve, por edhe aktiviteteve? Ndihem shumë i ngarkuar. Këtë të tjerat janë më të lehta, por sidomos edhe mësimet kanë ngarkesën e tyre, edhe aktrimi, edhe baleti, çdo gjë kanë ngarkimin e tyre. Por më shumë nga të gjitha kanë mësimet, se duan përqendru më shumë tek mësimet për më arrit një gjë. A mund na tregosh pak për eksperiencën tënde në filmin Magjia ndodh kur jemi bashkë, çfarë roli kishe? Tek filmi Magjia ndodh kur jemi bashkë, që po preset të dalë, unë kisha rolin kryesor, agentin 007 dhe aty më pritën me shumë gëzim, në fëmijët më pëlqyen, ishin shumë të sjellshëm me mua dhe më pëlqyen vërtet, edhe regjizori ishte shumë i sjellshëm me mua. Si është thjesht pjesë e një filmi në këtë moshë? Të kesh pjesë filmin e këtë moshë, nuk do të thot me pas shumë besim tek veta, aty kam kaluar shumë mirë, ato shokët e rinj më pritën shumë mirë, pash edhe vende që nuk i kam vizituar kurrë, po ishin domethënë shumë magjike, edhe regjizori më ndihmoi që unë t'ja dal. Dhe po pres me gjithë zemrën time që ta shikoj se sa mirë kam dalur në film. Më shumë të vërtet diçka e veçantë, sepse jo gjithkush mund ta bëjë këtë dhe talentet prandaj kanë rëndësi. Po mësuesit si kanë reaguar kur morën pjesë e një filmi? Disa mësues kanë reaguar mirë, me kanë përkrahur, me kanë thënë vazhdo me te se ti e meriton, që ti jesh i pari i shkollës dhe unë jam vërtet i pari i shkollës, me mësime, me çdo gjë, me shok të sillen mirë, edhe mësues sillen gjithmonë mirë me mua, për disa nuk ma besojnë munin se rri të bëne për filma, në për projekte. A ke ndonjë aktor ose idhull që të frymëzon? Po, aktori im i preferuar është Florian Binaj. Ai më ka treguar që kur nuk duhet të dorëzohemi dhe më kanë pëlqyer shumë pjesët e tij teatrale që ka luajtur në Portokalli dhe në pjesë tjera. Si lini dëshirote për të marrë pjesë në Bravo Bravissimo? Kush të inkurajoi? Më shumë nga të gjithë më ka inkurajuar mami, që e dua shumë, dhe pastaj ka vazhduar familja dhe mësuesit edhe shokët. Si është atmosfera në këtë kompeticion kombëtar? Atmosfera në këtë kompeticion kombëtar nuk ka qenë shumë e mirë, shumë më e mirë se në çdo festival që kam shkuar, në çdo film, ishte me drita, emocione, gjithashtu konkurenca e fortë, kur kam thënë se do kaloj nëpër finale, njëherë nuk e kam besuar se do shkoj në finale. Të uroj suksese në finale, po sidoqoftë, fillimet e tua kanë qenë në skenën e madhe të Lezhë Talentit. Cili është roli që ke pasur në këtë show, si themi dhe rrugtimi yt si aktor? Roli im në këtë show ishte recitimi. Në vitin 2023 unë fitova çmimin e dytë në aktrim për recitim, por nuk u dorëzova dhe në vitin 2024 unë ja dola që të fitoja çmimin e parë tek Lezhë Talent. Unë ndjeva shumë i emocionuar dhe shumë i gëzuar. Familja ime nuk e pritën njëherë që unë do e fitoja, kujtuan se mos e fiton dëni tjetër, por e fitova unë dhe ishin prindrit më të lumtur në botë. Po ndonjë person që të ka mbështetur gjatë këtij rrugtimi në Lezhë Talent ka? Po, ka. Janë mami, babi, edhe ndonjë mësuese. Falenderoj shumë mamin, babin dhe më shumë falenderoj zysh Rodina Demaliaj, zysh Mozën dhe profesor Rolsin. Aktrimi ishte ëndër e jotja apo e prindërve tu? Me të thënë të vërtetën,
Unë kam pas më shumë shef skicimet, logot, por ëndra e aktrimit ka qenë e mamas time. Aja ka desh mu bon regjizore dhe një aktore shumë e mirë, për shumë e talentuar, por nuk ka pas mundësi financiare që ta arrije këtë dëshirë. Pa bje një mall më dredh në zemër, se pash një motër që më iku. Ca zërë me dë e luaj në ëndër, me zë një vesë, lame që piku. Si në një lojë me mbyllje sysh, ti ku fshe edhe me sugjet. Sa herë shoqet e saj, një dhëmbje qanë, si thike mpret. Me mori malli motër gjanë, ti shpën akoma, eja pak. Të shosh si qelë mali, si që shio për flak. Të shkoj ma tje me smale shtutje, ku ti më thoshe se është deti. Ko është një peshk i madh i kuq sa një pallat i madh qyteti. Që do e detin atë shumë i motër, që kishë të kalërsi në sy. Dhe unë sa herë tek deti shkoj, pak det me vete barë për ty. Po ti me ike shoqe bukur, moj lesh verdha, dritë e hënës, tjerë shkurtra, sa një flutur. U bërë rrullë në balë të nënës. A zërë kjo dhëmbi të më mek? Tretët, shuhet, po a ka fund, se malli endë të razën degët, si pli i gjelbër degët tunë. Ndoshta, unë vetë nuk dua, pak dhemje, zemra le ta kerë, se pa atë motër moj. Çdo ish në vallë në këtë jetë. Pra përveç aktrimit, siç e përmendë edhe vetë, edhe në kursin e baletit me Zysh Rudinën, si vendose ta provosh edhe këtë art? Në vitin 2022, unë shkova me klasën time që tek Lesha Talent, dhe që aty Zysh Rudina dhe Maliaj i ka rënë telefonit e mamit dhe i ka thënë a mund të ma bish djalin se këtë ka shumë mirë dhe që nga shumë ideali për me cyke grupi jonë. A të ka ndihmuar baletin në aktrim apo aktrimit e baletit? Të dyja kanë qenë njësoj, po ma shumë aktrimi ke baleti se sa baleti tek aktrimi. Çfarë mendon që të mëson të merresh me art që fëmijë? Më mëson të jemi edukuar me të gjithë, të kemë zemrën e mirë, të jemi dashur, mos të përdor fjalë të pista, mos të di më shumë për vendin tonë, për natyrën, për kafshët dhe për çdo gjë tjetër që na rrethon. Eris, si e kalon kohën e lirë? Unë kohën e lirë më shumë të merrem me piktura, pikturoj ndonjë njeri, ndonjë robë, edhe mund të lexoj ndonjë libër jashtëkollor ose mund të bëj detyrat e shtëpisë. Realisht lumt pas ke shumë pasione përveç aktrimit dhe baletit edhe piktura, me të vërtet një gjë shumë e veçantë. A kalon kohën në rrjete sociale ose në telefon, a ke Instagram? Nuk e kam Instagramin tim e mon familja ime për çdo gjë, e mon ajo hedh videot e mia, poston qa bëjnë tek cimi, tek aktrimi, çdo gjë është në kontroll të familjes time. Sa kohë kalon në telefon? Si që thash edhe vetë, më shumë nuk merrem me vizatimet e me kështu se sa me telefonin, po maksimumi se mund kaloj mund t'jenë 15 minuta ose 20 minuta maksimumi. Edhe unë mendoj të them drejtën që nuk duhet të kalojmë shumë kohë në telefon, po unë nuk e shmang dot, shpesh për detyra ose edhe fakti duke qenë se jetoj në qytet, s'kam ku dal, s'kam vetëm ndonjë xhiro, po teknologjia merr kohë edhe për gjëra kreative, pra a të ka ndodhur ty që të ndihmoj pra në ndonjë projekt, në ndonjë detyrë? Po, me ka ndihmuar shpesh në detyrat e shtëpisë, për shembull, kur kam pyet mamin për detyrat e shtëpisë edhe mami më ka thënë nuk e kuptoj këtë gjë, unë kam hyrë ke ChatGPT-ja dhe kam pyetur për çfarë do të thotë kjo. Jo si i kam thënë më shpjego detyrën e shtëpisë, po thjesht e pyetja çfarë do të thotë kjo fjalë, unë s'po kuptoja. Po, edhe unë e përdor shpesh ChatGPT-n për detyra, se edhe faktikisht shumë njerëz mendojnë se është për me t'i bërë detyrat gati, po ajo është
me të mbledh mendimet, me të sistemu, me kuptu ti ma mirë ndoshta. A ke pasur ndonjëherë momente që ke dashur të dorëzohesh nga këto kurse, nga këto aktivitete dhe si ke ka përcyer? Kam pasur plot, sidomos me bullizimin te shkolla, ka qenë tek Bravo Bravissimo, ku me kapen emocionet dhe harrova tekstin dhe fillova të çoja më të madhe, ku e thash nuk do shkoj më aty, kur Ilir Shalqiri tha mamit që të shkonte dhe të gjithë erdhën dhe me inkurajuan dhe unë fitova 2 medalje, 1 ari dhe 1 argjenti. Të lumt, po të ardhmen tënde, si shikon, a ndëron të bësh aktor apo do të vazhdosh në ndonjë profesion tjetër? Të ardhmen time e shikoj si aktor, edhe si kështu skicues veshjesh, me pëlqejnë shumë veshjet që janë në modë, edhe aktrimi, pëlqejnë shumë vizatimet, dhe si thash më përpara, vizatimet më ndihmojnë që të krijoj tuta, të krijoj bluza, i piktëroj dhe i kam si skic. Nëse do kishe mundësinë të zgjidhje një rol në një film të madh, çfarë roli do të zgjidhje? Unë të zgjidhja në një film aksion rolin ndonjë agjenti kryesor ose në ndonjë film të ndonjë kryesori, po të veç më pëlqen që të jetë film aksion dhe jo film i ulët. Si për shembull, kam një ëndër të madhe që një ditë shkoj në hapësirë, në një planet tjetër që ndoshta s'e kanë zbuluar kurrë më përpara. Po ti çfarë ëndre si themi të çmendur ke? Unë kam si ëndër të çmend të shkoj në hënë dhe të marr një copës nga hëna. Çfarë roli ka familja jote në udhëtimin tënd artistik? Familja ime në rolin tim artistik ka shumë, po shumë. Ajo më ka ndihmuar për çdo lloj gjëje, ajo ka qenë kryesorja, mbështetja, çdo lloj gjëje i falenderoj kudo që të jenë, mamin dhe babin. Po shkolla, si të mbështet apo edhe të ndikon në pasionet e tua? Disa për shembull ka dhe mësuese më inkurajojnë, thonë vazhdo të para, mos e shoj kryt se kusht shojnë. Ka dhe shokë që i kam shon kusht, por ka dhe disa mbrapa krave se më shojnë, edhe para syve, edhe mësues, edhe nxënës. Mendoj që nuk do shqetësohesh për këtë, thjesht vazhdosh përpara. A merr pjesë në aktivitetet e shkollës tani që e bër një figurë si themi në televizionin kombëtar? Po, unë marr pjesë, për shembull, ndonjëherë luaj ndonjë rol që sharak tek shkolla, luaj ose role kryesore të Skënderbeut, në një pjesë teatrale, ose mund të recitoj ndonjë poezi për ndonjë fest, ose për një poezi për qef, që ma thot shkolla, ose mund bëj ndonjë pikturë për konkurim. A do dohet ndryshojesh shkollë? Po, do kisha pas shumë qef që ndryshoja shkollë. Të gjitha shkollat janë të mira, por vetëm një shkolla shumë e mirë, shkolla Beslidhja. Ajo ka aktivitete, ka kurse, ka fëmijë të edukuar, janë mësuesit e mirë dhe mund të flasësh qetësisht me njerëzit dhe jo me përdor dhunë. Faleminderit se edhe unë jam nxënës e shkollës Beslidha dhe mendoj se të paktën për talentet ka më shumë mundësi si themi që ti zhvillosh ose duke qenë se edhe aktivitetet janë shumëta, por ta kesh parasysh që çdo shkollë ka edhe të këqijat e veta, jo edhe të shkolla jon ka padrejtësi, ka bullizime, ka dhunë, por tani unë personalisht nuk do doja të ndryshoja shkollë. Cili ka qenë momenti më emocionues që ke përjetuar deri tani? Momenti më emocionues që kam përjetuar deri tani është kur arrita të fitoja çmimin e parë tek Lesha Talent, kur kam qenë njeriu më i kënaqur dhe familja ime e ka pëlqyer vërtet që unë arrita të fitoja. Ata nuk e kanë ditur që unë do e merrja, por unë ja dola më në fund dhe arrita të fitoja çmimin e parë. Të lumt, po ndonjë moment gazmor që ose ndonjë përvojë që të ka bërë për të qeshur gjatë ndonjë xhirimi, a ke pasur? Po tek kursi i baletit, ishim futur në një dhomë, se nuk dishim gjë ku ishim, edhe pa dashim i çon në fiku dritën dhe ne vendosëm që të tremnim gocat, i fillum t'i kapnim për këmbë, t'i tremnin,
Edhe ato u tremben shumë edhe fillon të bërtit të zysh, derisa ja njezim dritën edhe i shumra, pasë ne ke zysha. Çfarë do të thojë fëmijëve të tjerë që kanë një ëndër, por nuk guxojnë ta ndjekin? Por unë ju tham vetëm këtë gjë, ëndrën vazhdojeni mi kur atë të arrini, mos të shkputni kur. Si përfundim, nëse do të kishe një mikrofon magjik që do të dëgjonte e gjithë bota, çfarë do të thoje me ta? Unë do të kisha dëshirë që t'i thoja botës, kur mos u dorëzoni, arrini ëndrën tuaj deri në fund. Eris, faleminderit shumë për bisedën, ishte me të vërtet interesante, por edhe frymëzuese, duke qenë se edhe jeton në shkollë, por edhe aktivizohesh në për kaq shumë aktivitete, në kaq shumë evente të ndryshme, ishte me të vërtet frymëzuese. Vazhdo të ndjekësh ëndrat e tua dhe të uroj një të ardhme sa më të ndritur e sa më të mbar. Faleminderit shumë për ftesën, edhe unë jam treguar shumë i qartë me ato fjalë që thash. Të dashur dëgjues, podcasti transmetohet çdo të mërkurë në Akrolis TV, YouTube edhe në Instagram. Faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të abononi për të dëgjuar çdo episod të ri. Na shkruani komente dhe përshtypjet tuaja. Fëmijët janë kurioz të dinë dhe çfarë mendoni. Miru të kofshim në episodin tjetër të flasëm si fëmijë, aty ku çdo fëmijë ka diçka për të thënë. Mirupafshim.